Unë thashë Grisa e ka bo një rrugtim gjatë me këtë shfaqje në planet e saj. Maji do t'jetë starti, apo? Po, maji do t'jetë starti. Kemi shku me një festival, cili nuk po e përmendi, sepse ende nuk e kemi të konfirmuar e kemi, po nuk e kemi letrën. Edhe momentin që e shoh letrën mandej po, kemi një festival, një manifestim është në maj, edhe mandej ma e madhja, do me thonë festivalet ma të mdoja vinë nga shtatori e tutje, deri në dhjetor, të cilat disa i kemi të konfirmuara, disa ende jo, sepse është interesant, festivalet janë të gjitha në një datë të njëjtë. Si me thonë, ne deri në shtator janë është 4 festivale. 24 nëntor deri në 30 nëntor janë disa festivale në të njëjtën datë. Kështu që neve veç na duhet me zgjedh ku ja vlen me shku edhe ku duhet me shku. Unë prej fillimit kur e kom nis këtë shfaqje, e kom fillu me udhëtu kjo shfaqje, me pasje gjatësi edhe me pa njerëzit. Dhe normalisht qytetet e Kosovës nuk do t'i përjashtani, apo? Jo, patjetër, nuk diskutohet. Do t'jetë në Prishtinë, do t'jetë në Xhilan dhe do t'jetë në Prizren. Do me thonë, do t'jetë në këto 3 qytetet të mëdhaja të Kosovës, kismet në maj mendojmë të shkojmë, datat për Xhilan është e caktuar, ndërsa për Prizren dhe Prishtinë ende nuk e ka marrë një konfirmim zyrtar nga drejtorët e teatrove, por besoj që së shpejti do ta marrë konfirmimin edhe do të udhtojmë bashkë.